çdo gjë që bëhet këtu është aftësi që ata marrin për të ardhmen e tyre. Është mundësi që ata kanë për të zgjedhur rrugën e tyre. Dhe kjo nuk ka nevojë të bëhet as me nota, as me tekste. Ata punojnë dhe mësojnë tu të punuar. Pra, duke bërë ato projektet e veta. Sigurisht që ka pas edhe momente kënaqësie kur shohim që vinë me pas një bazë, le të themi, në programim dhe mbas 2 vitesh ka krijuar lojën e tij të parë, apo nuk e di, kanë ardhur dhe nxënësit ka qenë shumë të mbyllur, pra nuk flisnin dhe për punë një viti kanë dalë dhe kanë prezantuar punën e tyre. Pra jep një lloj vetbesimi ardha në Tumo dhe të shohim që realisht krijojnë diçka me atë që mësohet këtu.